Jemi në pjesën e dytë e emisionit ku kryesisht na shoqërojnë debate të ndryshme jashta politikës, sot e kemi një të tillë. Në fakt, ajda punkto që ne shumë shpesh kemi folur në emision për këtë temë, por duke qenë shumë aktuale, duke parë shumë raste, duke parë ndikimin e kësaj teme, edhe sot do të flasim për ndërhyrjet estetike, por në një këndvështrim do të fokusohemi sot në diçka tjetër, përveç në përgjithësi si temë, për efektet anësore. Ka pas shumë raste, kemi pa edhe në rrjetet sociale, madje edhe një rast fundi që ka shumë shqetësuese dhe që u diskutua shumë. Në fakt, çka mund të shkaktojnë që të ketë një dështim nëse bëhet një ndërhyrje estetike, qoftë përmes botoksit, qoftë përmes fillerit, edhe natyrisht që këto më së miri na i shpjegojnë vetë specialistët e kësaj punës. Bashkë me neve në studio sot është Nora Goga. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Gjithashtu e kemi edhe Vjollca Gajtoani, specialiste estetikës, e cila pra ka vepru jashtë Kosovës, në Suedi dhe në një shtet tjetër, kështu që në Spanjë. Që do të kemi mundësi pak ta bëjmë dallimin e punës që bëhet jashtë Kosovës edhe në Kosovë, krahasimin. Paralemrisht pas pak do të na bashkohet në debat edhe Flaka, një doktoresh tjetër, pra sot është një atmosferë doktoreshe në këtë pjesën e tyre. Besoj që edhe ju e vreni këtë, madje bashkë kemi që në një prej emisioneve kur kemi folur për këtë temë, vazhdon të jetë aq aktuale, aq e diskutuar, aq e pranishme në rrjetet sociale, sa duket që nuk ka shpëtim prej ndërhyrjeve në një kuptim apo jo. Ndoshta po filloj me Norën, me që... është ambientume studio. T'japim hapësirë Vjollcës. Po, është shumë aktuale. Mirë, po gjithmonë po flitet ndoshta vetëm për pjesët pozitive, po asnjëherë për ato negative. Edhe shumë mirë që keni marrë këtë iniciativë për pjesët negative, jo vetëm rastet që kemi pa tash sfundme që ka ndodhur, se raste të tilla ka plot në përbot, mirë po jo të gjitha bëhen publike, se nëse ishin bërë gjitha publike ndoshta ishte ndaluar ky proces, po pa marrë parasysh jo vetëm për injektimet të cilat janë mini invazive, mirë po ka edhe injektime të tjera të cilat ndoshta janë më të mëdha apo operacione të ndryshme. Mirë po unë gjithmonë e kam thënë edhe në intervista tjera që sa herë mendon me bën një lloj injektimi, çfarë do qoftë, çfarë injektimi don apo çfarë produkti don me apliku, gjithmonë duhet me zgjedh mjekun që ti don me apliku. Diçka tjetër janë dy ana të medaljes që duhet secili pacient me i mendu para se me fillu një injektim. Është shumë e rëndësishme me zgjedh klinika ku duhet me bëj injektimin, duhet me qenë higjiena, po ashtu materialet të cilat përdoren gjithmonë duhet me qenë sterile, për shkak jo sterilitetit mundet me shkaktu infeksione të ndryshme, po ashtu mjeku që aplikon, zona e cila aplikohet, gjithmonë nga mjeku duhet me u pastru, pa marrë parasysh se pacienti thotë që unë e kam pastru, mirë po duhet me bë dezinfektimi. Ndoshta më shumë kohë duhet me të marrë pastrimi dhe dezinfektimi se sa aplikimi i një filleri, për shembull. Po ashtu është shumë e rëndësishme me bë një inspektim vizual, ku duhet me pa në qoftë se në lëkurë ka ndonjë infeksion, qoftë bakterial apo virusal, dhe për shembull tek pjesa e buzës në qoftë se ka herpes. Momentin që janë këto, atëherë duhet me u anulu me njëherë ai lloj injektimi, për shkak se infeksioni shkon dhe rritet dhe bëhet më i madh. Mirë, po ana tjetër është edhe në qoftë se injektuesi ka qenë komplet në rregull, mirë po gjithmonë pacientit i jepen ato detyrat mbas aplikimit, çka duhet me pas kujdes pacienti mbas aplikimit, që është shumë e rëndësishme. Nuk duhet me u prek zona, nuk duhet me zona aplikuar, nuk duhet me u shfaq, për shembull me u ekspozu në diell, sidomos në ditët e nxehta. Pse nuk duhet me u prek zona e aplikimit? Për shkak se në momentin kur bëjmë një shpim, aty është një vatër infeksioni. Në qoftë se ne e kontaminojmë, infeksioni e ka rrugën shumë shkurt për me u shfaq. Prekje kemi fjalën që mos me ngasmu pas injektimit, pacienti janë sidomos orët e para pas injektimit, për shkak se ato vrimat janë të hapuna dhe kontaminimi bëhet shumë shpejt. Vjollca, natyrisht edhe ju i praktikoni gjërat e njëjta, sa i përket këtyre kujdeseve paraprake para injektimit. Po, I agree with you. Mbështes ata si thotë, edhe është shumë korrekte në këtë hapat që i ka përshkru. Një shtesë është vetëm se të ne në Suedi, para se marrë pacienti, merë me shkrim protokollin se si shkon procesi. Më thanë, para injektimit edhe mbrapa, post-treatment. Aty jënë për shembull të gjëra që sidomos tash vajzat kanë non-stop me thoj, që i kanë ndërtu, edhe aty kemi shumë alet me si të prek nga fytyra ose flokët që te ka rrugën vetëm të hapur,
Se mbyllja e një injektimit merr minimum 4 deri në 6 orë derisa të mbyllet. Do me thonë, sidomos 6 orët e para janë shumë të rëndësishme që mos me pas kujdes maksimal. 24 orë. Se sa janë të rëndësishme, do të lexoj diçka, një vendim të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë tek NEM që i ka fut, do më thënë, si shërbime shëndetësore, mbjelljen e flokëve, botoksin edhe fillerin. Pra, ju informojnë se procedurat mjekësore, mbjellja e flokut, botoksi, filleri dhe procedurat të tjera estetike mund të ofrohen vetëm nga institucionet e licencuara nga Ministria e Shëndetësisë në këto profile: specialist i kirurgjisë plastike, dermatologjisë, kirurgjisë maksiolofaciale dhe ORL. Pra, janë shumë të rëndësishme dhe duhet të bëhen këto ndërhyrje vetëm në këto institucionet e licencuara, që në fakt tek ne Nora ka pas vazhdimisht kritika në këtë pjesën që ka institucionet të cilat nuk janë të licencuara, që njerëzit të rrezikojnë dhe shkojnë i bëjnë këto ndërhyrje. A është ky një lloj rregullimi që mund të bëhet, do të thotë, në tregun ton? Po, besoj që po. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri nuk është nështë një ligj i saktë që e përcakton se kush duhet më marrë me këto injektime. Edhe është shumë mirë që Ministria e ka marrë këtë hap dhe po vendos me disa profile të caktuara. Mirë, po ndoshta edhe disa profile ndoshta që kanë me zgjeru, për shkak me i futë edhe disa profile të tjera mjekësore, të cilat ndoshta nuk i kanë cek, po besoj që në tardhmen kanë me i futë. Kështu që normal që është një diçka që është shumë e mirë në radhë parë për shëndetin e pacientëve, se jo të gjithë janë të informuar ndoshta për të gjitha këto disa avantazhe të cilat ne po i përmendim sot, sepse jo të gjithë lexojnë dhe jo të gjithë e kanë ndoshta në hapin e kohës. Vjen në klinikë edhe thot, për shembull, unë du me i mbush me një toksinë ose me diçka që ndoshta s'ka lidhje fare me atë pjesë, kështu që ne jemi ata të cilët duhet me ja shpjegu pacientit se cila zona duhet më trajtu, me çfarë produkte të ndryshme duhet më trajtu, se jo të gjitha munden më trajtu dhe jo të gjithat me të njëjtin material. Janë materialet e veçanta, po ashtu pra është shumë i rëndësishëm me u cek edhe produkti për shkak se duhet me qenë i certifikuar dhe ruajtja e materialit është shumë e rëndësishme për mendimin tim. Në momentin në qoftë se janë disa materiale të cilat duhet me urujt në frigorifer, edhe në momentin edhe kur nuk është i hapën. Mirë, po janë disa të tjera të cilat ruhen në temperatura të dhomës deri në momentin e hapjes. Në momentin e hapjes duhet me urujt në frigorifer, mirë, po e ka një pjesë, një kohë caktuar për një javë ose 2 javë që mundet me u përdorë. Më pas duhet me u hedh. Janë disa produkte të cilat në momentin e hapjes duhet me ose duhet me u shfrytzu, po në momentin që nuk shfrytzohet, nuk mundesh me lënë ndoshta as 24 orë më shumë. Prandaj janë ndoshta disa imësira të cilat duhet me i ditë secili aplikues në mënyrë që mos me shkaktu dëme tek pacienti. E patëm një rast fundit, ndoshta ndalim me aty një djalë, themi kështu fytyrë publike, i cili ka marrë pjesë në një reality show, që i ka dështu injektimi i botoksit edhe kish pas një fryerje te pjesa e ballit. Vjosa, ndoshta mundesh më na tregu çka mundet me shkaktu këto? Nëse ka, tash nështë është edhe informat e gabume, prej nga botoksi. Po, mundet me qenë edhe lajmë mirajshëm. Që e me qenë ndonjë filter, po gjithsesi me që po flasim për këtë temë, po e marrim si shembull. Nëse ka apliku fillers me kanula, se për ndryshë është shumë rrezik, dhe shumë dhe me qenë i avansuar injektori për me apliku fillers me mbadh me kanula. Së është zona ma rrezikshme. E rrezikshme. Po. Kisha pas shumë dëshirë këtë fotografi me pas në ekran, regjia na ndihmon pas pak edhe ju si profesioniste me na tregu nëse vërtet mund të jetë vërtet apo mund të jetë ndonjë filter, ndonjë që njerëzit bojnë për vëmendje që tek e fundit është punë e tyre. Po, sa e përket punës botoksit, rrallë janë ato që ndodhin side effects. Efektet ansora. Po, efekte ansora, vetëm nështë një ramje sy, ka pakut sy, po, eftos, ose nështë nuk e ka mrijat efektin që pacienti ose klienti e pret. Se fillers e kemi çdo herat që është ma e vështira, komplikimi ma e vështirë që është për me Emilu, si më thonë. Po, filleri është më i rrezikshëm nëse për aplikim, për shkak se ne e dimë që fytyra i ka disa anastomoza të cilat edhe e mbartin. Nuk mund, për shembull, nëse bëhet aplikimi i acidit hyaluronik në enë të gjakut, shkaktohet nekroza dhe bllokimi i asaj ene. Mirë po, pjesa më e rrezikshme nëse bëhet aplikimi i acidit hyaluronik në enë të gjakut tek pjesa e glabellës, që është mes vetullave, është më e rrezikshme për shkak të këtyre anastomozave bëhet bartja dhe
mendohet se mundet me ndodhë verbëria dikun brenda 3 minutave. Ndoshta kjo është pjesa më e rrezikshme që mundet me u shkaktu, se sa këto që e kemi që sa për më bani krasin, çka kemi parë është edhe tek mbjellja e flokëve, ka treguar njerëz që kanë pasur këtë ajën, domethënë, siç ka ndodhur edhe në rastin konkret, domethënë, mund të ndodhë edhe çështje organizmi mbase apo po, është saktë, dhe kjo mund të ndodhë për çështje organizmi në mënyrë se si e po, në reagimi alergjik. Fotografia e personazhit? Ja. A mund të ketë këtu ndonjë filter dhe ndonjë lojë për vëmendje apo nga puna juaj profesionale qëndron në kjo? Mundet me qenë është edhe me filter. Mundet me qenë, po edhe mundet, ka raste të tilla. Ka raste që mundet me ndodhë, ndoshta jashtë më shumë kam pa kështu që ka ndodhur raste që ka edema, mirë po shumë shpesh janë të kalueshme. Ndoshta me një lloj antibiotik fotografisë. Po, jo, në fakt, nëse është e vërtetë, është shqetësuese, me të vërtetë se nëse arrin që me pas një deformim deri në këtë pikë, i bie që ndoshta edhe pacienti do të mu informu paraprakisht se krejt regjia. Jo, është interesant sepse Samedi natyrisht, Samedi, personal e ka bërë shumë të madhe këtë farë çështjene, edhe kemi parë që ka qarkulluar gjithandej në rrjete sociale. A gjithmonë personazhet publike nëse pra qëndron, që ju po thoni qëndron apo jo, kështu si një përgjigje definitive. Nuk qëndron. Nuk qëndron. Okej. Bravo i shoh. Është shqiptar? Po, shqiptar. Okej. Po, me atë që kemi thënë Kosovë, ka edhe raste që e diskutuam edhe më herët para se të futëm në studio, që ka raste që ndoshta për shkak që kanë pas ndonjë herpes paraprakisht, që kanë pas edhe emigrim të fillirit të mbuzë ose ajtje, pra do me thonë, ka gjasa që me ndodhë, nëse nuk bëhet injektimi siç duhet, ose kujdesi paraprak s'ka qenë i mjaftueshëm. Po normal, edhe kujdesi paraprak prej mjekut, po ashtu edhe prej pacientit. Në qovë se nuk është bën kushte sterile, ose në qovë se nuk është mbajt, do me thonë, regullat pas aplikimet, do me thonë janë dy shkaktarë që mundën në që do pami që ka mujtë me ndodha? është overthinking, është tepër e kalu me kufine, që sa kohë, do me thonë, që kemi shumë personale. Doza shumë të mdoja të fillerit janë aplikuar. A janë disa zona të ndaluara ku duhet nuk guxon të bëhet botoksi dhe ndërhyrjet të tjera që natyrisht ju i dini më mirë? Disa zonat të ndaluara që në asnjë formë nuk guxon. Zonat si mendon? Për botoks, shembull. Po, botoksi është që mundesh me apliku po thjesht gati krejt në trupin. Okej. Kemi dhe zona tjera që janë intime. Okej. Okej. Zonat tash deri më e trend është deri te shpatulla, e thonë? Botoksi, pra ka mundësi që më apliku në krejt pjesë të trupit, nëse dikush ka dëshirë. Po, se nëse ndjekmi historinë e botoksit, ajo vjen nga medicina, qësa vite. Dhe ka fëmijë shumë të vogël që trajtohen me botoks, për shkak të paresë, si thonë, paralizë. Po. Për shkak disa probleme shëndetësore. Për atë klasifikohet device medical, si thonë, se është medicinë. Po. Tash nëse kyçëm të këto fotot... Po, a ke pas mundësi të ndonjëherë, ke pas rast me boj injektim edhe në pjesë trupit? Sepse me të vërtetë sipas kem dëgjuar në Kosovë ndoshta nuk është shumë prezente. Këtë pjesën tjetër është në specialitetet tjera. Po, në specialitetet. Ama është për shembull mundë me të sejse, është ndoshta biseda e lirë, që është off-label, ama për shembull, për marrë vetëm një eksempel, një person me hemoroide, mundet me trajtu edhe atë me botoks. Po, do me thonë edhe hemoroidet, po u trajtojshin me botoks. është kompliment, si më thonë. Disa mjekë, për shembull oftalmologu, gastroenterologu, që mundet me i përdor, ose stomatologu për shkak bruksizmet, për oftalmologu strabizmin mundet me trajtu, ose kjo që thot muskujt e trapezit, do me thonë janë disa, ose hiperhidroza, apo gjersitja e tepërt mundet me u trajtu, janë disa smundje që qysh fillimet e tij është përdor, do me thonë për smundje të ndryshme, po tash ka marrë hovin për estetikën më shumë. Po, ma shumë përdor. Po deri te hiperhidroza mundemi ne si që jemi në po, e keni leju me deri në atë zonë, po. Ndërsa të tjerat, unë me respekt, ja dhuroj
profesionist që është specialist në ato fushë. Se nuk, ndoshta dush me gjetë, edhe si person, si njëftor, dush me gjetë një limit, ku mos me te kalu, diçka që nuk takon ty. Po, absolutisht, shumë e drejtë. Janë të informuar klientët, Nora, për anët negative, apo mbase kjo dëshira e madhe, sidomos tek trita, për të bërë ndërhyrje, për të ndryshuar diçka, për të dukur perfekt, as nuk i mendojnë anët negative dhe se çfarë pasoja mund të ketë. Shumica nuk i mendojnë, edhe pse ka shumë pacient që mjeku ja spjegon, që nuk duhet mu apliku, se mundet me pas probleme, prap se prap insistojnë me apliku për shembull tek pjesa e fillerit, po flas më shumë, sa aty unë mendoj që është pjesa më e rrezikshme. Ka paciente të cilat e kërkojnë doza shumë të mëdha të aplikimit, mirë po ato nuk e dinë që për shkak komprimimit të enëve të gjakut, për shkak të dozave të mëdha mundet me ndodh nekroza në distancë, them ne. Apo nekroza për një kohë më gjatë, jo aty për aty. Edhe ne gjithmonë duhet me qenë në ne ata që cilët ndoshta i tregojmë një stop se kaq duhet dhe nuk duhet më apliku. Apo edhe siç e përmendi më herët për migrimin. Migrimi ndodh pikërisht për shkak të mbidozimit. Në momentin që mbidozohet një filler, atëherë normal që ai filler duhet me shku, duhet me gjetë një rrugë dikon, edhe zakonisht migron si për buzës ose brenda buzës. Dhe normal që nuk duket. Ajo shpesh ta këto raste, Nora, se thatë më herët që ka shumë shpesh që ndoshta nuk janë aq publike sa kanë filluar kohëve të fundit bëhen. Po ka shumë, se ka shumë tilla që na shkruajnë se zakonisht kur ndodh një komplikacion, pa marrë parasysh ku e ka bëj injektimin, gjithmonë na drejtohen neve mjekëve, edhe duhet me bë një zgjidhje pastaj me pas se si me ndihmu. Pa marrë parasysh edhe pse ndoshta nuk i den rrjedhën e procesit punës apo as produktin që është aplikuar. Po. Ndërkohë fillon sa ta bëni shtesë për migrim, për vetëm veç që është se do të kalimi i aplikimit të fillerëve, është edhe teknika se si një injektor ose estetist ose doktor ka apliku, do të thonë zonat ku janë që aplikon over the bone, dhe nështë ka dalë në stres gabushme, atër është qetë. Edhe ajo është lloja e migrimit, se di pajtoshe. Mundet me ndodhë dhe në këto raste. Po, dhe me thonë lunë rol teknika e injektimit, lunë shumë rol produkti, që është tepër më rëndësi që ka, që më thonë, pikën e parë. Këto desha pikërisht të ndalim, sepse rastet fundit po kemi shumë shpesh, qoftë edhe përmes raportit policisë, që ndogohen, parandalojnë ndoshta futjen e disa produkteve që nuk janë shumë kualitative për me u përdor. E ke vreti në Kosovë që ndoshta nuk janë edhe aq të mira produktet që përdoren? Po, e kom vrejtu. Basi jetoj jashtë dhe jem rrit jashtë. Prej shkollës fillore kom, më thanë, karierën në Suedi. Edhe unë nuk du me marrë si një huja dhe me kritika. Po, edhe më prit nështë se vetëm kritikoj, se e di se ka shumë doktor të mirë, edhe jam lumë përse i kemi. Edhe Nora ka kritikuar, bo. Po, sepse që mësë ndjej i paret në siklet. Ama nuk më pëlqen që gjëja ma e rëndësishme që unë ndryshu këtu në Kosovë, që për shembull nuk e kanë harruat punën me punu në mënyrë etike, apo? Po e kam bërë lloj biznis. Dhe do më thonë, është sikur fast driving. Një mbas një dhe del mirë, apo... Vetëm të kryen punë, edhe të marrin të holla prej këtyre klientëve. Po, edhe shumë një gap që është që nuk duhet me qenë. Mënyra prej se fillon komunikimi me pacientin, si ta tërgova më herët, që duhet me dërgu në shta mënyrë elektrike, ta shtë di si këtu në shta janë do sene që hala nuk kanë ranë vend, po ne kena matë të zhvillume digital, qotë protokolli, këtë ditë kime pas këtë tretman. Që e pysim Nora, a ka protokoll? A ka që i dërgohet klientit? Po zakonisht që vetëm të bëjmë të lidhe, na ta dim ku jemi, kështu që... Miret anamneza, edhe sa do pak ne duhet mu informu për shëndetin e pacientit, së pare, edhe pas taj në qofë së është krejt në regull, atëherë mundemi me vazhdu me injektimin.
Do me thonë duke i po gjitha parametrat në qoftë sepse ka shumë pacient tash edhe më herët që ndoshta kanë smundje të ndryshme, për shembull ata që janë me smundje neuromuskulare nuk duhet asnjëherë më apliku toksina. E ju doni me pas të informacione? Ne duhet me pas gjithsesi, po ka pacientë të cilët nuk i tregojnë shefin vetëm për shkak të dëshirës madhe për aplikim. Mirë po pastaj na çet problem. A rrezikoni? Po nuk e keni të gjitha informacionet me ndërhyrje? Normal, tek anamneza është edhe në shkrimin fundi pacientit që pajtohet me të gjitha ato që ne kemi i kemi specifiku disa smundje të ndryshme dhe në momentin që janë të rumbullaksuara të gjitha ju, atëherë e marrë përgjegjësinë pacienti normal. Për shembull, alergjit tek njerëzit, a mund të shkaktojnë komplikime? Njerëzit kanë alergji të ndryshme që edhe nuk i dinë, Sa mund të shpasen? Po, absolutisht, a mund të ketë efekte? Lidh vetëm që këtë që folime për anamnesë. Për shembull, ndryshimin në Suedi edhe këto, se tash po marr vetëm ndryshimin aty ku punoj. Aty shkon konsultimi 48 orë para injektimit. Dhe më thonë që ka shumë hapësirë pacienti mu përgatit mënyrën perfekt. E ka të gjitha këto informatat nëse ke për shembull ditën që kemi injektu ke temperaturë ose ke ftofje, nuk je mirëseardhën për tretment, atëherë duhet me shty për një kohë tjetër. Për një kohë tjetër. Kjo është që nështë edhe ajo është cilësia që hasin komplikime, për shkak se kishin hapësirë 48 orë, mu pregadit, dhe kur djenë është i gatshëm, që dhe shkruan, mos me qenë make-up, mos me qenë me herpes, mos me qenë me akne, dhe me thanë edhe ty ta runë kohën, edhe vetë është i pregaditën, edhe ikum ka shumë ma shumë ikum prej komplikimeve. Po, çka mundet me ndodhë pas? Eksakt, dhe me thanë pregaditja e konsultimit batë shumë ma herët, se që batë me njerë aty për aty. Se atëherë nështë edhe pacienti është në stres edhe e ka dëshirën qashtë madhe që vetëm do me përfundu një tretment edhe si tuti i kalon këto pikat që din që gabon, po mendon që nuk janë të rrezikshme, po mundet me kushtu shumë shtrejt ma vonë. Që në fakt nuk është kjo vetëm tek puna e fillerave dhe botoksit që mos të keq kuptohemi, ka edhe shumë ndërhyrje tjera shëndetësore që shumë shpesh kemi pa raste qoftë edhe prej nxjerrjes dhëmbet që ka pas humbje jetësh, pra është kjo që jemi pak mbrapa me këto protokollet. Pikërisht të me undoj, se ka për shembull sidomos të dhëmbët e pjekurisë apo që janë të impaktuar, ku bëhet pra një lloj mini operacioni me quajt ashtu, është një nxjerrje pak më e vështirë edhe shumë shpesh ndodh që mjeku ndoshta i ka dëmtu nervat apo nervin facial apo bukal, varet prej pozitës së dhëmbet dhe ka shkaktuar një parezë tek pacienti, do me thënë është një paralizë e përkohshme, po mundet me ndodhe edhe e përhershme apo irreversibile. Kështu që mjeku asnjë mjek nuk besoj që e bën me qëllim një dëmtim. Mirë po ato munden me ndodhë, janë diçka që munden me ndodhë. Pa dosh me egzageru shumë, por për shkak të komplikimeve, cila është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë më e keqe në rastet e këtyre ndërhyrjeve? Në fillers? Po, si cekinora vërbimi, nekrosa, që du të pa tjetër vetëm me transplantim për me rikëthy gjendjen pak si ka qenë. Një pacient a mundet me humbë jetën për shkak të një komplikimi? Mundet nëse, po, e kemi edhe që shkakton stroke, tromboz. Kemi, do më thanë, nuk është, mendoj njerë se ti vetëm hinë një klinike dhe është krejt fri, po janë shumë pika që ne do të pa tjetër, ne mas parë si një todë me pas përgjësin 100% dhe mos me ba diçka kur e din që nuk e kom të liushme. Jo me apëtësu pacientit dëshirën. Për me bo ndryshime, sepse shumë më seriozi se haq. Është kriju pak që kjo për shtypje që po ndonë se ka bjolca për bojen nga jashtë, në Kosovë që thjesht janë ndërhyrje të thjeshta, mundesh me shku me kry shumë shpejt edhe gjithçka është në rregull. Prandaj është kjo për shtypje për cilën ju po flisni. Po ashtu është mendu, mirë po tash këtë kohën e fundit po mendoj që kanë filluar me u vedisu edhe me pa që nuk është edhe një ndërhyrje aq e thjeshtë sa më u bë kudo. Unë e kom cek edhe më herët dhe po e ceki prapë, kështu që duhet me zgjedh vendin edhe personin që don me apliku. Mirë po është shumë e rëndësishme që pacientit kur i tregohet
për shembull gjatë një injektimi të fillerit është shumë normale me pas një edem, një eritem, një skuqje, mirë po nëse ajo eritem shkon duke u rrit edhe kalojnë 24 orë dhe nuk është kthy në gjendje normale, atëherë duhet pacienti me u lajmëru mjekut, jo me anashkalu, se në momentin që ti bën anashkalimin, atëherë problemi ka më shku dhe ka më zgjeru, ka më bëha dhe më e madhe. Prandaj duhet me qenë shumë vigjilent edhe pacientin, është ajo vetëm. Tash do të pas adres këtë emision me hyje dhe mi shikua efektet negative, se në fakt po shihet që ka shumë. Të bëjmë një test vogël, a mundeni me i njoh këto personazhe? Unë njoh vetëm këtë fundit. Dafina? Jo, kjo poshtë dhurata. Edhe unë mendoj që Dafina. Asnjë plasë. Jo, Dafina është mutë. Dafina dhurata? Dhurata Luana. Okej. Unë si njoh këtë. Si po duken? Tash duken më mirë. Bukur po duken, bukur janë. Po disa kanë ndërhyrje më shumë, disa më pak, po gjithsesi bukur. Bukurën unë gjithmonë e them, duam të gjithë, jemi pro të bukurës, po jo me rreziku shëndetin. Ata duhet me shtu, vajzat shqiptare në Kosovë shumë kanë egzageru, por kanë shumë një pasion të madh për bukuri. Është në rregull se çdo njeri ka qef më duket bukur. Ama do shta pasioni do të me qenë për naturalin, pak më tepër. Po dhe harrojnë se dhe bukuria absolut vjen prej mbrenda. Se si e marrë vetën, për shembull, gjitha të faktorët, jetën si ka me stres, me pinë është shumë alkohol, pinë duhan, edhe mendon që me pak fillers edhe botox se ka këtë në rregull. Me këtë totali dëshiroj mirëseare edhe me safirës tjetër. Laga na është bashkua, mirë se erdhe Laga. Kënaqësi, natyrisht ne nisëm emisionin sepse nuk mund presnim, kemi folur shumë, por është rëndësi që të kemi për të marrë edhe opinionet tua, e theksuam edhe me Eret Bashmajtin, që jemi munduar që këtë emision, sot nëse kemi folur shpesh, ta fokusohemi tepër tek këto anët negative të ndërhyrjeve që janë shumë trenda, dhe që mbase këto gjeneratat e reja nuk i kanë informacionet e duhura, sepse i marrin si ndërhyrje shumë të thjeshta. Po në fakt edhe sa e kuptuam prej doktoresha tjera, janë shumë të komplikuara dhe duhen shumë kujdes, apo jo? Për mendimin tim është shumë e rëndësishme me fillu me mi trajtu problemet, para se mu kriju probleme, për shembull, problemin thojza se estetik është, po sa më herët që vepron, që ma rezultatet natyrale i hip, po veç du të me kun e kontrollume mënyra qysh aplikohet e moshat ma treja, me diçka, me ku mi kalu do limite, ku mos mi kalu, për që ta është shumë e rëndësi ku shkon. Edhe për më kun profesional qaj personi që i kryn që ato intervenime. Si tem diskutime i patëm edhe këto dështime që ka ndodhë kohëve të fundit. Sigurisht edhe në rrjetet sociale i ke pa që po ka ankesa për dështim të botoksit, nuk e dim nëse kënë vërteta, ose për migrim të fillerit në buzë. Pse ndodhin këto, pse mendon ti që po ndodhin këto në Kosovë? Për mendimin tim, veç dus me pas një... Plaga se nështë duke qenë sa me di personazh viral edhe me ato veti të veta në TikTok, kjo reagim se ke edhe më herë, që që në rregull jemi regjia. Se gjithë janë i kam pa vetët. Po, sa i përket qysh mundet me shku keq një procedur estetike, janë çdo kujt mundet mi ndodh na i gabem ose diçka. Po veç është esenca që qaj doktor që e kryen procedurën, mi kry krejt obligimet e veta, me bu mënyrën e aplikimit mënyrë duhen, me produkte duhura, edhe mi a spjegu rëndësin edhe seriozitetin e tretmanit, pacientit. A janë të informuar pacientët për këtë, se e pyta edhe Norën më herët, nga ata që vinë, a janë të informuar, a i din efektet anësore që mund t'i kenë? Ose a kanë interes me i ditë edhe kryu dhe aty kur ullën në karike, dhe kjo është... Unë për veti, pacientave të me gjithë i thëmë, s'ki nevojti me kryu fakultetin për me ardhë mu injektu të une, se ishe injektu vetë. Unë e kom detyrë me t'i spjegu t'i qëto sene. Edhe sa ma thjesht, sa ma mja... Unë ka njerë thëmë sa ma shumë mja rrit pacientit që me ditë sa serioze është. Unë gjithë kujna ja bëj të merë që me konë 100% e sigurt që a i ka me rujt atë tretman që e ka bo deri në minutin që është e duhun me rujt. Po që rëziku kë ka me dalë për derës më njëherë që u shpiboj që ti. Po, a ka ndodhë që ndoshta dikush
Kur ja ke spjegu që ka mundet me pas efekte ansore, ka pas dyshime dhe ndoshta ka vendosë mos me bo... Jo, mos më ka ndodhë kërë. Po. Zakonisht ato bashkë matë këqia të halëzoj ma fund. Në regullë, ato i tregojnë, po. Mu më ka ndodhë, se na pacientat si dezë janë pak ma... kanë dyshime, kanë ndalime, du me thanë. Edhe mu më vjen shumë mirë, se dhe shofë se janë në siklet, edhe ku nuk du mja impunu, për me shty të diçka që nuk janë gatshëm. Kështu se, kur e shofë se nuk është gatshëm, i thonë, mami ti ki një dit ose 2 o 3 ose një javë, edhe mu shmu këti prapë. Se këtu jam, për ty. Po, e vërtit, shumë dikën nëse është pacienti rahat. Ose me dy mendje, Po, me çdo herë anashkaluar. neve na bëjnë një punë të mirë me mu largu për klinikës, se sa me hi me dy mendje. Sepse mande e merën edhe ma me lehtësi edhe injektimin edhe procedurën. Jo, problemin është arë se nuk e din çka don, se ka shumë pacient që nuk e din se çka dojnë, edhe thot çka po më thu ti, çka po më preferon ti. Mirë po syri jam e shen ndoshta një diçka ndryshe, pacientit e shen një diçka ndryshe. Momenti ndërsa nuk është i vendosur plotësisht për ma apliku, atëherë më mirë është me shty seancën, procedurën, se sa me apliku e më pas me thonë nuk po më pëlqen. Pastaj është pak më, po është më problem, por edhe pse pilliri tërheket, shkrihet mirë, po pse me deri ajo pikë që me i qitë punë edhe vetës edhe pacientit. E kushën ma të vendosë, me shkujta femnat? Me sigurisht. Me shkujta. Me shkujta? Me shkujta, e din që ka dojnë, Po ma pak bësaj, ajo? Apo gaboj? Ma pak. Ma pak, ja. Unë e menoj që shumë vorët pacienti që është beson ty. Nëse është një pacient që veç e ka fitu besimin të te, ti qka dush, thuj. Eksakt, ja. Ai ka me marrë që aty vendime, vish është esenca që do tretmane du të ma shumë mirë mbajtje, masi që të shkojnë në shpe, do tretmane ma pak. Edhe tani nuk mund është mja imponu pacientit me bu diqka që atëhere kur ai se ka bu plana cenas nuk e din qysh është kanajt procedure. Kështu ja ka dhënë krejt qka du të me pos parasysh, edhe mandej e din është në gjendje me bu që atëherë, apo i vimu pregadit. Se shumë pytje edhe na, përse në bastë përvojave të personave që i njojmë, nësi kemi bo njëtë së Ajta se mundur me mëndu që... Po edhe me bo. Doktorishat kemi mindojnë sa da. Edhe që kjo është prapë, a shef sirë me pavrim të pika e informative? Po. Të pjesa informacionet më e rëndësishme. Qelë si kryesor është. Për shkak se së e ceka, atje kemi për detyr 48 orë para injektimit. Nëse vjen një inspekcion, edhe kërkon deklaratën ose raportin e pacientit, edhe shef se nuk i ke ndjek regullat me konsultim 48 orë, merë një dënim shumë të madha. A po? Po. Edhe na kena inspekcione, po varet sa vite, sa dalin. Aty kur e boni këtë hap, atër e eliminoni shumë sene që nuk kene nevoj më ardhë të një problem. Jo, se ka shumë pacient, për shembull, nëse kanë ndoshta ka ardhur konsult 48 orë përpara, çu po thotë, mirë po pas 48 orë kanë filluar ndoshta shenjat e një gripi edhe vjen me grip në klinik, edhe normal që duhet më u anashkaluaj. Po, se nuk është gjendja e organizmit e gatshme për me pas një aplikim. Ose të dhëmbët, që keni ndoshta një ndërhyrje në dhomë, edhe aty nuk kombinohet fillers me dhëmbë. Po, është shumë edhe një diçka që ka shumë rëndësishme me u cek, se për shembull tek e njëjta zonë nuk duhet mu apliku produkte të ndryshme, se shoh prej shumë pacientëve të cilët thotë njëjtin vend, njëjtën zonë, ka apliku skin booster, ka apliku filler, do me thotë njëjtën kohë. Kështu që kjo nuk duhet më pas njerë, për shkak se mundet me pas një kundër reakcion të dy produkteve, edhe mundet me shfaq një reakcion alergjik apo reakcion i përgjithshëm. Kështu që është mirë më ndo. Mirë është me ditë kështu për shembull çaj që injekton, është mirë me ditë çka po injekton, çka është në kundër indikacion me një tjetër, që tani për shembull nëse ti mundesh mi kry disa tretmane me një ditë, për pacientin është shumë ma lehtë edhe shumë ma convenient, se sa për shembull me pas nevojë me ardhë për secilin tretman. Shqiptarë sidomos e dënë ju dhe 2 punë, kështu që kishme qenë shumë ma praktike. Edhe atë në dalimin, më falë në shtatë më... Ju, falë. Se dhe karike në afer ja këmi lojnë. Rëndësishme që është diskutim i qeta, jo në se rrezik. Të qenë politik. Të vajza shumë më pëlqenë shumë.
do me cekë dallimi që kom pa shumë, për shembull, prej Suedisë në Kosovë me pacientat që janë shumë në stres, edhe dojnë me një tretmant me kry krejt. Po kjo e kërkon individual. Po, hap pas hapi. Planifikimin individual. Më thanë, çdo pacient e ka një plan individual që ndohet në cila zonat, çish punojmë, edhe dush me marrë parasysh se sot nëse kemi bërë qëtë aplikim, çka presune, cili ka me qenë hapi B, mbas 6 mujve. Dhe me thanë, ja jep një lloj vizion se si unë e kom pregadit planin për qëtë pacient. Po, se kur po flet, më fala me shumë dhe preva. Në rregull. Në rregull mirë. Në recimu po Jo, ishte ideja që po flasim kur po flet Vjollca se si veprojnë në Evropë, edhe mandej e dim ne që kemi pacientë në Kosovë që vinë thonë që ndoshta e kom ditëlindjen javën tjetër, unë gjithçysh du sot me i bo. Pro, a duhet këno rasti që ndoshta t'japin edhe presion, sepse ka një plan edhe dojnë pa tjetër. Po, ka shumë raste tilla dhe zakonisht para festave gjithmonë e kanë atë impakti me ardhë me bërë diçka një ndryshim është sezona, po, sakte. Për kundrazi, kur më tregon një pacient që shumë afër e ka ndoshta një aheng diçka, unë jam kundër. Se mundet me shkaktu ndoshta edhe një mavjosje, që nuk ka mu duk as pak bukur në atë mbledhimjen që ka. Kështu që gjithmonë i thomë që mbas asaj është më mirë, kur është shumë afër. Mirë, po kur ka disa ditë distancë, atëherë po mundet më apliku pa problem. Po jo kur është shumë afër, se mundet më shkaktu ndoshta një edem pak më e madhe se normal, se nganjëherë organizmi nuk është gjithmonë në vi që fiks mas 2 ore, për shembull tek secili pacient më ushduke eritema apo më ushduke edema. Tek disa zgjat pak më gjatë, tek disa mundet më shkurt, varet pe rikuperimit të organizmit. Dhe mesazhi jonë është vajzat që kanë dëshirë, më rregullu para një dashte ose një feste se që shkan, një muj ditë përpara. Unë e kom atë rregull, tash di si. Do të ishte idealja. Është ilegal apo jo? Si dhe? Për plakën pyetja, botoksi, është ilegal apo jo? Për mu jo, veç për shtetin e Kosovës, Shqipënisë, është ilegal tash. Po, ne e lexuam një mendim më herët, nuk ishe, besoj që në këtë do ta lexoj edhe për ty. Po, që Ministria e Shëndetësisë tash e ka futur si shërbime shëndetësore dhe vetëm personat e licencuar do të kenë të drejtë që ta ushtrojnë këtë. Po, këto institucione janë do të thotë specialisti i kirurgjisë plastike, dermatologjia, kirurgjia maksilofaciale, që janë në saktë dhe ORL. Po, kur e kanë dërgu këtë Sfundi, do më thënë kohët fund të shkyshe. Jo, është anullu mas 2 ore. është anullu mas 2 ore? Po. Pse? Çka ndodhi? Ka sens e email, nuk mundet me bu dikush mas pari. A e kishë rregullu tregun? Kjo, a e kishë rregullu tregun tek ne? Jo. Pse? Se tregu du të mu rregullu që te me pas staf mjekësor që injekton. Nuk është esenca që ty të vynë mi datash stafin mjekësor kush guxon, se më kun edhe njerëzit tjerë në përbot e këshin bo qatë ndamje. Nështë më falë, plak, nështë prandaj dhe është bo anulimi, sepse i kanë bo disa gabime. Po, ti vetëm e ceke njërë që është doshë të futen shumë gjëra. Nështë do futen. Staf mjekësor që injekton produkte estetike është okej, po sa i përket doktorave me injektu, unë edhe infermiereve, unë jam okej, veç mandej kur njerëzit që nuk janë staf mjekësor me injektu tani që atëherë është problemi, për menimin tem. Po, tash, tjetër kush mirat me këto se. Po tash, a qëndron ajo flaka që gjithkush po mundet me injektu dhe po e thret vetën si profesionist shëndetësor? Sepse kemi pa në një salon të bukuris, aty në një dhomë diko në qash që... Ama këtu gjona ndodhin gjithka në përbut. Edhe pacienti vet e përcaktojnë çfarë riski po do me marë. Ai nëse është u dash me shku te një doktor, është të urujt, vetën është të urujt. Dash normalisht me një shtet që du të mu konë dësene të regullume, nuk ishtë dash dikush me shku te grimirja ose të dikush ka dalime të çmime, për shembull, pse dikush mund ta zgjedhë dikë që nuk ka të bëj fare me këtë dhe nuk vjen tek Nora ose tek te ose tek edhe në Suedia. Domethënë, a mund të ndodhë për çështje çmimi? A ka një çmim shumë të lartë për këto ndërhyrje?
Për mua është S'pi u kërkojmë çmimet me na tregu, po. A janë çmimet larta? Çmimet I kene se në Suedi? Disa, po disa... Nisi debati. Ama disa I kom vrejse që më ka habit shumë, kur më kanë thënë se 70 euro ose 50 euro. Fakti I çmimit vetë të regon se çfarë produkti është. Ajo e thot krejt, ose kur më kanë pyet, a botoksi jota ama një vjetë. Nuk ka logjik. Aso botoksit ndanë tipe A, tipi A është për zonat estetikës. Edhe nuk qëndra ma shumë se 3 deri në 4 muaj dhe nisë mo... Prandaj ka shumë punë, ka shumë kërkesa. Filleri deri në sa qëndron një vit. Jo, varet prej organizmit. Varet sa shpejt absorbohet. Ne I dim që deri moshën 24 vjet, acidi hyaluronik prodhohet në organizëm, do me thonë organizmi e prodhon vetë. Prej moshës 24 vjeçare stopohet prodhimi I kolagjenit, I acidit hyaluronik dhe fillon plakja. Dhe tek disa ka sasi ma shumë të pranishëm të acidit në trup, te disa kanë mungesë. Ata të cilët kanë mungesë, përthithja e acidit hyaluronik të cilin ne e aplikojmë në mënyrë artificiale, bëhet shumë ma shpejt se sa të ata që kanë sasi më të mëdha në organizëm. Unë nuk mendoj, ndoshta janë edhe disa produkte të cilat I kanë disa përmbajtje që mundet me zgjat pak më shumë, po në përgjithësi qëndron varet shumë nga organizmi. Edhe këtu du me bani shtesën falë, se nështë ta përfoli shumë. Jo, klira jeni. Sa përket filler, si thot Nora, është, gjda e ka qenë trend këtu, edhe në studi, se nuk du me thanë vetëm këtu, po mendojnë se njerë se filler që rrinë aq sa ma gjatë, është shumë ma I mirë. Po filler që rrinë aq sa ma gjatë, është shumë ma I huj prej kolagjenit trupit që I kemi ne. Edhe ajo është shumë ma I domshëm. Nëse për shembull krijohet një komplikim, shumë ma vështirë ki me eliminu qatë fillers që ka qenë shumë I lirë, që ka kushtu 50 euro, edhe ndoshta mbaron me një operim që I kushton me një pasojë të njëjtën. Kështu se... Do të me mendu edhe këto opcione që jo gjithçka afagjatë është e mirë. Shumë janë ma të përafërta me organizmin, nështë këtë për do me. Po, tash për shembull vjen ligji global. Nuk E di a jeni të njoftuar me këtë MDR, ligjin? Jo. Që kanë selektu shumë fabrikat të produkteve të fillerëve, për shkak se nuk I përmbushin kriterit se si ka me qenë fillers. Do me thonë, fillers duhet me përcjell prej fabrikës deri te pacienti. Edhe ju, nëse zgaboj, po tentoni ta bëni këtë në Kosovë? Tash kom finalizuar një përfaqësi suedeze, që janë me 30 vite eksperiencë, edhe janë ndahen dega nga Galderma, nga restoran. Kështu që unë jam shumë e lumtur se unë një vetën gjysë shqiptare, gjysë suedeze, vjen keq që e thon, po atje e kom edhe vendin. Tash po tenton që atë produkt me fut në Kosovë që me tregu që është më kualitativ, apo? Që është ma I sigurt. Unë si një forë, si estetiste, çdo herë e marë për shëndëshmërin, pika parë është siguria. Se jemi të punu me njerëz. është etika. Pika e dytë, parët vinë në pikën e fundit. Se atëre nëse je personi që mënon vetëm të parët dhe do me ba biznes, unë e këtë mesazh më thonë që atëre do me punu me afa gjatë. Atëre kanë pas biznesin e zhvilluar, na dëshirën si e mendojnë asë e kanë. Flakë dhe nërdu diçka sepse është krijuar një lloj përshtypje përveç vajzave publike që e kanë profesione publike dhe njihen edhe shihen për dyrë tek e fundit, s'ka nevojë me pranu ose jo. Është krijuar një përshtypje që janë duke e praktikuar shumë edhe djem, po që nuk flasin publikisht. Apo ndodh realisht kjo? A ka vërtet shumë djem që I praktikojnë ndërhyrje dhe është trend tani më edhe tek ne? Po ndërhyrjet estetike mund me ku natyrale si për vajza si për djem. Nuk s'ki nevojë për shembull me pas një kompleks ose diçka, ose nëse je njëri që të bjen shumë e dalë në televizion, e ki punë, mu duk bukur, pse me majt një sen që s'po të pëlqen të fytyra jote, unë mundet mu përmirësu me një intervenim të vogël, edhe pa dalë prej vetës tonë. Nuk do me thonë që ti vish nëse bën estetik çka do, ki mu duk jo ma shkollor, ose... Po, se është kjo përshtypja pak, edhe që...
Unë për viti, në ordinancën tem, zakonisht janë pak ma rezultatet edhe pacientat që më vinë mu se shohin që ka ofrojnë. Dojnë më natural, më pak në vrejta. Është ma pak, sa ma natural, edhe tani, nashta për që ata, vinë edhe mashkujt, nuk është që njën keq, ose që apo di. Nërmajnë Kosovë, është pak qaj kompleksi, s'ka qef shumë njerëz me ditë. Me kom vinë zakonisht meshkujt? Me grata me femna ta me? Masi që i bujnë femna të gratit të në, tretmanin, e shohin që nuk janë të duk falcë. Ma dhe ju, vëlla, sa për që shtu, po vjedhone. Jo, rasisht pas ka norma. Norë. Shumë e vërtet është. Shumë e vërtet është, a? Njerët, si sprovi kanë gratë, tani masë e një. Me pa të gratë që ka pëndonë. Ka shumë kërkesa, ka shumë kërkesa nga djemë? Jo sa femra, normal, nuk rahasohen me femrat, po këtë kohën e fundit po shumë. Ka kërkesa edhe prej mashkujve, po gjithmonë e kërkojnë atë naturalitetin, edhe nuk dojnë me dalë jashtë kontureve dhe tipareve të fytyrës, dhe mos me u duk që ke bo diçka. Që po thot flaka, s'don me u duk falsë, po edhe unë e pëlqej këtë pjesë jo vetëm tek mashkujt, po dhe tek femrat. Ndoshta me mashkujt është shumë ma lehtë me punu se sa me femrat, si janë më pak kompleksiv edhe kërkojnë gjana sa ma natyrale. Plus që rreziqet janë shumë atë vogla, dozat që janë më të vogla gjithmonë rreziqet janë më të vogla, kështu që s'kemi pse mu friksu as na as pacient. U pajtu ata që me djemë të shme letë me bashkë? Po, dhe është puna pregaditës të para tretmantit që janë kodet. Unë nuk punu shumë me alergan, me MD kod, njifni në shtatë dhe juve, që janë kodet se si me rujtat ftyrën maskuline, dhe mos me dalë të kana feministe. Ose feministe del të maskulin. Se është pika se si njëkton. Nëse një mjekër e njëkton, djemë të kanë, e këthemi këtë triangel, thojnë, e kanë këtë pjesë, dhe me thonë, du me qenë ma të gjanë këtu, kurse ftyra e femrës shkon ma triangel këthejet, në njërën tjetër, po. Si shronja për. Dhe me thonë, pregaditja e tretmantit prapë cekët që gjdo sen e ka hapin që du të më pregadit. Po, në një realitet në Kosovë, me këto informacione që i marë, unë amire, jemi të gatë shumë i një këtu. Unë e thamë gjithmonë e di njerëz që rriafa që zakonisht ndërhyrje në ftyrë kur nuk shava pas nëse ma që zotë ndonjë fatkeqësi edhe që është nevojë. A, me kry. Emisionin, a? Jo, me bojnë injektime, nëse da që bërë doktora me këto informacion. Unë për vetin nuk i shava, nuk e di natyrisht se cili është zgjedhje, se cili po të pakten edhe me këto rreziqe që i tregut sot. E njësa kësha dosht me cikë. Po. Nashta është letë me shty shiringën, po se na e kena një fjollë që ata që stutën, që ata që s'din që ata stutën, edhe bashkë atyre si ndodhë kur gjakorë, gaze, ma tha një herë një sa një ndodhë, po esenca është efekti long term i që atyre tretmaneve që i përbën të dikur që për t'i përgjithën kejt qefet. Se nuk është aty fënton dëshira është me ardhë mu i njektu, për që ta një shkon mirë, sa ma shumë mingu doktorat që ju i besoni, se nuk është bashkë që mund është me bujë gjithë qka, edhe njëtën e përdetshme, nuk dukem si në foto, kena me lëviz, kena me kesh, kena me kajt, kena me bu nervëz. E mirë është mu vërej që ato emocione. Mirë me krejt që to emocione. Një pyetje duhet me dha me që e kemi pas që së fund me është një kliente jotja një personazh junior nga këtu Shkurta. Çfarë ndërhyrje ka bërë Shkurta? Shkurta vetëm skin booster, se e kom pa që është për folë shumë. Kur ka në klinik, e kom gatë smu, thash po t'i bëj pak boost. Jo, nuk do në nuk o marë për vetëm një hidratim, po, edhe është shumë kundër. E kemi bë vetëm një hidratim të lëkurës, edhe kaq. Nuk është një mirë mbajtje, unë ja kam preferu, edhe ka pranu, po jo diçka më ndryshu. Dhe i thash, mos u friksos se s'kime u bo dikush tjetër, as kime ndryshu, as kime ungri, se të ke nuk vëdu me ungri. Jo, e parë që në TikTok sidomos ishte marrë pjesa e deklaratës saj që ka pas pikërisht në Kosovë, a më pas edhe këto videot tek ju, po nuk rafamshme. Po jo, nuk ka pas. Janë shumë vigjilent në për TikTok njerëzit, kështu që danë moshat, për shembull një vajzë që vjen 25 deri në 28 deri në moshën 30, unë nuk i preferoj shumë fillers, se atëherë është hala aktiv kolagjeni. Po nëse ndaj moshën prej 20, 25, 50 plus, janë këto biostimuluse që janë ma efekte, janë ma
tretmat më të fortë. Nuk po du me folë me temat medicinës, se po du me shqiptarë. Na jemi këtu për me dhani mesazh, edhe mesazhet du me qenë shumë i qartë për shikues. Absolutisht. Kështu që vajzat e reja mujnë vetëm me mirëmbajtje lëkurën me hidratim. Kur i keni lëkurë të hidratume, del shumë bukur dhe struktura shumë më e pastër. Se ti nëse nuk i jep rëndësi rutinave të mirëmbajtjes të lëkurës, dhe mendon që e kombinon vetëm me një fillers, del bukur, je shumë gabim. Atëherë dhe aty i kemi detyrën që ty këtë herë nuk të vynë një fillers, një tretmat me fillers, po ti dush mu me ndjek rutinën e mirëmbajtjes të lëkurës. Po, me sa po kuptoj, fillirat janë diçka të përkohshme dhe ju preferoni që vajzat treja të kenë tretmane që i zgjasin më shumë dhe i ndihmojnë në hidratim. Edhe djemët, edhe Qofse mirëmban lëkurën, është as kemi ardhë as të fillera, as të botoksi, kështu që nuk duhet. Unë për veti se për shembull zakonisht e shoh që gjykuar vajzat që ma treja pse po bojnë. Unë si kisha gjyku, se nëse dikush ka ndaj kompleks, pse me majt. Nuk është për shembull ti nëse si e blest me domullzat mira, ti okej, jo me dalë për vetës, po mund është edhe kur je pak ma e re, me ndreqat kompleks të undin deri në kufit normalës. Po du të me di që, për shembull, filler, veç ka me shtu vëllëm, e ty lëkura për mi ka me tu plak nëse të smirësh me ta. Shë është mirë mi bu krejt senet një balancu. A e bojmë një marrëveshje në dëmë? Kur t'i bojmë 60 vjetë, nëse i bojmë, shkojmë të do njëra nga... Të 60 vjetë të kirurgu plastik, nëse i bojmë. Në këtë tjerë që u fute me operim, e kime dhe një mesazh shumë të rëndësishëm me menja, vajzat këtu që i bojnë ndërhyrjet operimit hundës, unë e kisha një bisedë me një kirurg dje, a i tha se haset shumë në komplikime. Spak të tha një herë një javë, diçka është e tepër, se vinë prej gjitha klinikave. Komplikime pas operimit ose gjatë? Përgjithshme. Të nga në Kosovë i bojnë 2-3 herë. Kam probleme me frymorje. Diri rezultate. Jo, unë kom me fjallën që tretmantet e përgjithshme me fillers hasin komplikime dhe vinë të ky kirurgu tonë në Kosovë. E kuptova. Dhe unë ja qita një pyetje se ju për shembull kur boni pra operim, a i jep një pacientit informim që ky pacient nuk e prek ndoshta buzën, hunën ose fytyrën, se është një kohë e caktuar mbas operimit, minimum 18 muaj, nuk do të zguxon me bon ndërhyrje. Edhe atë duhet me pas nëse informacion që unë kam bërë operim ose ndoshta nuk i shkon mendja pacientit me tregu, po ti ke me detyrë me pyet a ke pas ndërhyrje të operimit, se nëse shkaktohet okluzion, një problem e ki shumë ma vështirë me identifiku si njëktor, se atëre ikën simptomat, edhe ki ma vështirë me zanë në kohë. Po, jam shumë i lumtur që ishtë në emision se në fakt se cila për jush datë mesazhe të rëndësishme dhe informacione të rëndësishme, që sidomos këto gjeneratat e reja duhet t'i kena, se ju e thatë që ju mungojnë këto informacione. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi.